ke hapo workun, e ke marrë punën e parë, po si tu arrit me verifiku identitetin sa worku nuk është e pranë në Kosovë. Ç'a duhesh me bë? Procesi i verifikimit të profilit në Upwork ose të identitetit në Upwork është proces obligativ, që nënkupton se duhet me patjetër me marrë pjesë edhe në momentin që te e merr punën e parë vetë se kemi obligu me kon pjesë e këtij procesi të verifikimit. Gjithashtu, në mënyrë periodike, Upworku ka me të kërkuar që ti me bë riverifikim të identitetit. Ajo se çka Upwork kërkon prej teje është që ti me bë një selfie ose një video call edhe me bë upload ID-n tonë ose pasaportin tonë. E rëndësishme është që të informatat që ti ke në ID duhet mu përputh me informatat cilat janë në Upwork, tek payments, tek tax information dhe të tax form. Tek tax information, ne kemi kriju një video para prokaj ku ti mundesh me po hap pas hape se çysh mu plotsu ky proces ose ky formular. Po duket goxha procesi thjesht edhe i drejt për drejt. I vëmë problem që ndron atë se na këtë fillim e kena zgjedh shtetin si Shqipëria për arsye se Kosova nuk ka qenë pjesë e listës. Edhe sigurt jetu menu që tash nuk mundesh me kry procesin e verifikimit, pasi që sa herë po tenton Upworku është duke ta kthy. Upworku në procesin e verifikimit e bën review manuale dhe review automatike. Në momentin që ti në tax information e ke shtu Kosovën, atëherë momentin që kalon në review manuale, profili yt verifikohet ose identiteti yt verifikohet. Çka kjo nënkupton është që ti me plotsu tax information dhe në momentin që Upworku ta kthen verifikimin ose verifikimin e identitetit, ti me provu. Maksimalisht 3 herë të vjen me bërë re-upload ID-n ose pasaportën derisa Upworku ta pranon. E rëndësishme me kuptuar se nëse ti nuk e përmbush këtë proces, nëse ti nuk i plotson këto dhëna dhe nuk e kalon procesin e verifikimit, Upworku ka me ta vendos profilin tënd on hold edhe nuk ke me mujt me apliku për puna, as nuk kanë me mujt punëdhënësit me të gjetë ty. Prandaj është shumë e rëndësishme që mu verifiku këtë proces, edhe mundet me patjetër mu verifiku dhe nga Kosova. Për çka do pyetje që mundesh me pas se për çka do paqartësi, unë të ftoj që me na shënu edhe me shiku se ç'sh mundemi me zgjidh problemin tonë dhe me ndihmu që te mu zhvillu dhe mu avancu si freelancer. Shihemi në videon tjetër.